Përshëndetje të nderuar miq, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të ndarë pranë jush lajmet më të fundit, diskutimet, por edhe dinamizërat që ndodhin në Big Brother. Siç duket mes Gjestit edhe Jozit, ndonjëherë mendojmë që ka paqe, ndonjëherë mendojmë që ato kanë krijuar një shoqëri të vetën, ndonjëherë mendojmë që ato këndojnë dhe po afrohen, por nga ana e Jozit del ajo urrejtja prap që ka shpirtërisht me Gjestin. Do të thënë e kanë vërejtur më përfundimisht Laerti dhe Jozi e urrejnë Gjestin shpirtërisht. Ka ndodhur një diskutim që unë do t'ua sjell tani mes Gjestit edhe Jozit, ku Jozi vazhdon edhe kujton dasmën, por është shumë kontradiktor me veten e tij. Ktu kujton dasmën që ka bërë me Loredanën, që e quan gjën më të shenjtë në Big Brother, dhe në anën tjetër ka konflikte të zëshme me Loredanën ku i kërkon ndarjen asaj. Diskutimet e tyre janë bërë një prej aspekteve më intriguese të kësaj sezone të Big Brotherit, duke mbajtur audiencën në tërheqje konstante. Gjesti e përjashtoi Jozin nga shtëpia në një moment tensioni, duke i thënë se ofendimet e tij ishin të pahishme dhe të papranueshme. Të dy artistët kanë krijuar një dinamik të vështirë, e cila vazhdon të përshkallëzohet me rikthimin e Jozit në shtëpi. Ai si duket nuk ka ndërmend të ndalet, duke vazhduar të ngacmojë Gjestin me konfrontime të vazhdueshme. Në ditën e djeshme, Jozi ka vazhduar t'i zgjojë të tjerët nga gjumi, veprim që duket se iriton thellësisht Gjestin. Krejt në këto momente tensioni është bërë i dukshëm kur Gjesti i thot: "U kry Big Brotheri, çka do nga unë." Argumenti i fundit mes tyre është bërë një tjetër epizod interesant. Jozi me një ton provokues e ka ndërprer Gjestin duke thënë: "Shqyr që përfundon kështu debatin." Gjesti në përgjigje ka shprehur shqetësimin e tij për sjelljen e Jozit, duke theksuar se nuk ishte dakord për të vazhduar. Këtë mund të ishte shpërqendrim dhe ndoshta i dëmshëm për marrëdhëniet mes tyre. Nuk të duron askush të vjen te shtëpia të ngre veshin të thotë më lë rahat, ka thënë ai duke kërkuar një nivel të caktuar ose respekt. Ajo që bie në sy në fakt është se tensioni nuk po zvoglohet, por gjithashtu se Gjesti ka arritur të shpreh far pakënaqësie. "Unë mangup nuk jam." Ai e duke e kuptuar, po thot ai, teksa vazhdon t'i bëj thirrje Jozit për një përgjigje më të arsyeshme, pasi Jozi i thot mangup. Tani fjala mangup, nuk e di nëse e kuptoni, mangup nuk përdoret në Shqipëri, por është një fjalë që të ne e përdorin mangup këto çuna që janë çunat gangstera, do të thënë tip gangsteri. Marrëdhënia ndërmjet tyre duket se po përjeton një cikël të vazhdueshëm të tensionit dhe me çdo diskutim që ndodh, ndjeshmëria e situatës poritet. "Jashtë është një tjetër gjë", thot Jozi, duke lënë të kuptohet se ndonjëherë bota e jashtme e Big Brotherit është më e ndjeshme dhe ndonjëherë duhet të shqyrtohet me kujdes se si operon përtej kamerave. Edhe nëse tensionet mes tyre kanë arritur kulmin, Gjesti duket se është i vendosur me vendosmëri. "Shijoja akoma vjen me më zgju prej gjumit, po u kry o burr", thot ai, duke theksuar se periudha e Big Brotherit është gati për të përfunduar. Tani me finalen që po afron, të gjithë banorët pritet të përballen me sfida të reja dhe vendime që do të ndikojnë në jetën e tyre pas këtij rrugtimi televiziv. Në këtë kontekst, debatet dhe tensionet mes Gjestit dhe Jozit do të vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Audienca po pret me padurim se si do të zhvillohen këto përplasje gjatë javëve në vijim, ndërsa Big Brotherit po i kalon në fazat e tij përfundimtare. Do me thënë, ka patur ngjarje të këtilla, të cilat janë në fakt shumë të komentuara, janë shumë debate interesante, por mes Jozit edhe mes Gjestit, siç duket, ky inati apo kjo urrejtja në thonjza që Jozi e ka ndërtuar tek Gjesti po sjellën akoma debate, po krijon akoma diskutime, po krijon akoma ngjarje që në fakt publikut nuk i pëlqejnë. Unë mendoj që Jozi e kishte mundësinë për të zgjedhur njeriu se cilin do të sillte te publiku, e kishte mundësinë për të
për të promovuar veten e tij në formë ndryshe, por kjo doza e egoizmit që Jozi e ka brenda vetes së tij, i nxjerr Jozit një njeri tjetër që në fakt ky njeriu nuk është i pranishëm dhe nuk është i pëlqyer nga publiku shqiptar. Zakonisht, fenomenet të Big Brother janë shndërruar këto dy personazh. Personazhi i cili ka qenë i sinqert dhe personazhi i cili ka qenë modest me veten. Banorët kur largohen nga shtëpia e Big Brotherit, e thonë një fjalë që ne kemi qenë të sinqert, po siç duket sinqeriteti nuk vlerësohet në Big Brother. Unë nuk jam dakord për këtë gjë. Unë mendoj që më i sinqert se ka qenë Gjesti aty që ka thënë që jam pa shkollë, që kanë thënë që kanë vajt me lop, që ka thënë që ka punuar lloj-lloj pune për të siguruar bukën e familjes së tij. Nuk ma merr mendja që kanë qenë banorët e tjerë të cilët janë munduar që të tregojnë krejtësisht një personazh të rëndësishëm dhe të luajnë atë rolin e VIP-it që në Big Brother VIP-i është i vetë një personazh që bie në ujë nga dinamikat dhe nga loja që po krijohet aty brenda, sepse të nxjerr krejtësisht veten tënde tjetër. Dhe në këtë rast, flasim për Gjestin. Gjesti ka luajtur një personazh fantastik që në fakt kjo sinqeriteti dhe vlera e njeriu që i dha Gjestit e bëri Gjestin që të jetë super i preferuar tek publiku shqiptar dhe të marrë të gjithën këtë mbështetjen që në fakt publiku shqiptar ja ka dhënë Gjestit për 6 muaj me radhë, le të mos themi për 3 muaj sepse do vëmë edhe 3 muajt e Kosovës. Dhe siç duket, marrëdhënia e Gjestit edhe e Jozit nuk do të jetë një marrëdhënie e cila zakonisht pas Big Brotherit ne mendojmë që banorët më janë familiarizuar aty brenda dhe do të ruajnë një shoqëri jashtë. Kjo shoqëria siç duket në asnjë mënyrë dhe në asnjë moment të vetëm nuk do të ruhet. Banorët vazhdojnë të mbajnë inatet edhe mlefet edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit, por Jozi vazhdon të ketë xhelozin me Gjestin, ndoshta edhe nga inati që nga fjala që përdori për Gjestin, Jozi ishte jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Ky diskutim ka ndodhur ditën e nesërme që konfirmon që ishte dje, në fakt kur Jozi mori ujtit nga Gjesti sepse dëshironte që të bëj pjesë e momentit të Gjestit, ku Gjesti kishte preferuar që pas prajmit të kalon momente vetëm Eglin i vetëm në sauna për të biseduar dhe për të ndarë mendime, ide, situata dhe për këtë arsye rodhi i gjithë ky mlev dhe ky inat në vazhdim.